Po e rin Terezim dhe ç'është më ky koment më boje vet kosin thot. Po pse më po çfarë paguaj taksa un? Po çfarë mira shqiptar që punojnë nga misim darkë paguajnë taksa. Që bëjmë kosin vete? Jo më zemra që shteti na japi kosin cilësor, na japi na pasarizoj, na rregulloj, t'i japi cilësinë e dur banorëve të vet që të kenë shëndet më të lartë. Ç'mua bet bë, jam artist në kombëtar, më bëj tatuazhe, marr botën. Jam në rrugët e botës, un vit bëj kosin vet. Jo po un ta bëj kosin vet, vite doktorit ta bëj kosin vet. Çfarë bëjmë apo bëjmë gjithë kosën vet në atë vend? O e në Terezim, si mendoni që varet mrapshu për? Çojnë më pyetën se cili ka rolin e vet në shtet. Ai që ka nevojë të kontrolloj, ai që ka nevojë të prodhoj, fshatari që mban qytetin, qyteti që mban fshatarin. Se fshatari kur smuret shkon në spitale, të ketë kushtet, të ketë nevojat. Secili bën punën e vet, o vëlla, në jetë, a kupton? Secili kemi, është një komunitet i gjerë, kemi një familje të gjithë së bashku, që të gjithë kemi pikat tona të rëndësishme. Unë bëj art, komedi, humor, flas për realitetin, bëj aktivistin, tjetri bën diçka tjetër, tjetri bën doktorin, tjetri bën gjyqtarin, tjetri bën prokurorin, tjetri bën policin. Jeni Terezim, hajde futim vend kosi, po ne ka shku për lesh veni. Se keni me një boni kos, se keni me një protestoni edhe thoni pse mutin juve, nuk po jepni kushtet që neve po ju paguajmë.